Si e kuptojnë vajzat një djalë që është rob koti ose ana sjelltas? Ato e kuptojnë një djalë që është rob koti ose burr që është rob koti ose mashkull që është rob koti kur ai fillon të bën sjellje limerente. E tham në videon e shkuar se cila është limerenca, që është një preokupim i pa kontrollueshëm dhe agonizues mbi dikë tjetër që mund të të mos doj ty mbrapsht. Limerenca pra është një sjellje ku ti mezi pret ta shohësh tjetrin, që rri deri në 2 natës duke folur në telefon me të derisa tjetra të përgjumet, që i bën detyrat e kursit, që i thua jo mbyllë ti e para se nuk e mbyll dot unë i pari, jo mbyllë ti jo se mbyll dot unë, që kur je afër saj ke një lloj turpi të fshehtë, që nuk je në gjendje që t'ja rrefesh asaj mendimet e tua të sinqerta. Pra, i tham se cilat janë sjelljet limerente në videon e kaluar dhe e gjithë simptoma kryesore e sjelljes limerente është dëshira që tjetri të ta kthejë ndjenjën ty. Dhe kur je në limerencë, kur një djalë, flas për djalë sepse jam vetë mashkull dhe po e shoh të gjithën këtë nga perspektiva e meshkujve, por vlen pothuajse njësoj edhe nga perspektiva e femrave, grave pra, vajzave. Kështu që ai kur është në limerencë, një djalë mendon se tjetra do ta lexojë si dashni, që sa shumë më don ky mua, sa i ëmbël që është, sa shumë në borxh emocional po më fut ky mua. Jo, ajo nuk e lexon kështu. Kur ti bën sjellje limerente si djalë, ajo e lexon se jeta jote i mungon kuptimi në jetën tënde, s'ka bosh në jetën tënde. Okej, jeta jote është kaq bosh saqë ti pret që të vi ajo që të marr kuptim. Kupton, ajo sheh ato që unë quaj shpella e madhe e kotësisë. Okej, ta shohim direkt këtu. Pra, problemi në limerencë nuk është se ti do shumë, nuk ka asgjë të keqe që dua shumë, është krejt gjë e mirë. Problemi në limerencë është se ti po transmeton se jeta jote s'ka kuptim, jeta jote s'ka bosht. Dhe me bosht do ta shpjegoj në vijim se çfarë kuptoj unë një jetë që nuk ka bosht. Sepse ajo që po ndodh në limerencë është se ti po transmeton, ti po nxjerr në sipërfaqe dhe vajzat vonojnë 0.7 sekonda për ta kuptuar se një mashkull që ka sjellje limerente në fakt vjen nga një botë me shumë trauma më përparshme në jetën e tij, okay? Dhe probleme me attachment, me llojet e atashimit. Kështu që rrënja e problemit nuk është se ti do shumë, rrënja e problemit është se ti po transmeton se s'ke një bosht në jetën tënde. Dhe tani si kuptohet, dhe tani ç'a ndodh pra, çfarë mesazhi, se kur një djalë që bën sjellje limerente mendon se është duke përcjellur një sinjal romantik, sepse kështu e kanë mësuar Hollywoodi. Bëj sjellje limerente dhe ajo do mendoj se ti je romantik, po jep sinjale romantike, po jep sinjale seksuale. Okej, por në fakt gjëja që ajo lexon është kjo këtu. Kur ai thot jeta ime s'ka kuptim pa ty, pra me sjelljen e tij limerente, ajo që në fakt kjo po kupton nuk është se sa i ëmbël është ky, por ajo thellë po kupton dhe i duhen 0.7 sekonda për ta kuptuar këtë. Ky tipi më do mua sepse po jeton një jetë pa kuptim, është plot me trauma, raportin me veten e ka katastrofë dhe pret të vi unë t'ja rregulloj gjërat në jetën e tij, për të mos thënë se edhe urren veten dhe jetën e tij aktuale. Okej, kjo është gjëja që ato kuptojnë kur një mashkull është romantically obsessed. Pra është i obsesionuar romantikisht. Dhe për atë, romantically obsessed equals lack of purpose. Do të thotë se të mungon qëllimi, të mungon boshti në jetë. Okej? Dhe me qëllim më bosht, kuptoj kur një djali ka vënë vetes një synim. Dhe ky synim mund të jetë çfarë do, mund të jetë një projekt në shkollë, mund të jetë një mision, mund të jetë që të bëj trupin e tij sportiv, mund të jetë që të bëj një pikturë, mund të jetë që të bëj një skulpturë, mund të jetë që të hap një kanal në YouTube, mund të jetë që të bëj kopshtin më të bukur që se ka askush në zonën ku jeton ai. Pra nuk ka rëndësi se cili është objektiv, rëndësi ka që ekziston një objektiv dhe ky është magnetikisht i fiksuar me atë gjën, është i përkushtuar ndaj asaj gjëje. Okej? Kjo do të thotë të kesh bosht. Ose për ta bërë më thjesht, më vizuale, le të marrim atë që unë quaj flu test, testi i gripit. Imagjinoje sikur është nëntor dhe ty të ka zënë një grip i keq, ke ethe, por të nesër në mëngjes duhet të zgjohesh për të dalë, për të vazhduar planin tënd. Dhe tani ka dy rrugë. Nëse ti
zgjohesh dhe ke këtë forcën divine brenda teje, pra ke këtë energjinë e brendshme që lëviz pavarësisht gjendjes tënde fizike, që të shtyn të veprosh, që ke një mendje që të karikohet, të energjizohet për t'ju përkushtuar planit që i ke vënë vetes, ti ke një arsye pra për t'u angazhuar fizikisht me botën e jashtme, pavarësisht gjendjes tënde fizike të atij momenti, do të thotë se ti ke bosht në jetën tënde. Pra ti, si thuash, gripin e merr zvarr kur vjen puna për të ndjekur këtë planin që ke vënë vetes. Kjo do të thotë të kesh bosht. Nuk ka gjë që të ndal pra. Je kaq i përkushtuar sa që nuk ka justifikim që të hyn punë për të devijuar nga përkushtimi, nga plani yt. Zelli yt mbi dominon me gjitha të tjerat, mbi gjitha të tjerat. Okej, kjo është si thua një mënyrë më vizuale për ta kuptuar se çfarë do të thotë të kesh bosht në jetë, të kesh një orientim. Ose nuk e di nëse kujton atë thënien që thotë thënien e urtë që thotë anijes që nuk ka një destinacion, asnjë erë nuk i është e favorshme. Pra, anija që nuk ka një destinacion, nuk ka një synim, nuk ka një pikë arritje ku do të shkoj, asnjë drejtim ere që fryn në velat e saj, nuk është i favorshëm. Sepse ajo s'ka një destinacion për rrjedhoj, asnjë lloj goditje e fatit apo ndihmës apo shtys që mund të vi, nuk i vjen në ndihmë. Kjo është ajo që unë e kuptoj me paboshtësi. Pra, kur ti je në paboshtësi, pra nuk ke një orientim në jetë, nuk ke një magnetizim, pra nuk ke një gradient elektrik që ty të shtyn, të pasionon drejt diçkaje, nuk je në flow për të përdorur, nuk je në fjoll për të përdorur termin e Mihalit Çikzet Mihalit, do të thotë se ti ke rënë në atë paboshtësinë bazike të njeriut. Më kupton që vje vërdall kot, e kupton, sillesh në mënyrë girovagando, si thojnë italianët. Dhe do gjesh mënyra për ta zëvendësuar, sepse sistemi nervor nuk e duron dot, sistemi nervor i njeriut nuk e duron dot këtë gjendje paboshtësie. Sistemi nervor e do një lloj kuptimi, sepse njerëzit janë, truri i njeriut është a meaning making machine, është një fabrikë që do të provoj kuptim për çdo gjë që bën. Dhe truri i njeriut nuk e duron paboshtësinë, dhe kur krijohet ky vakum, atëherë ai do përpiqet që ta mbush me çdo lloj gjëje tjetër. Është shprehja e Viktor Frankl që thotë që kur na mungon kuptimi në jetë, ne shpërqendrojmë veten me kënaqësi. When we lack meaning in our lives, we distract ourselves with pleasure. Okay? Kjo është ideja pra. Dhe një nga mënyrat që sistemi nervor përpiqet që ta mbush këtë vakumin e paboshtësisë në jetë është nëpërmjet bixhozit, drograve, pijes. Okay? Këto janë ato që quhen agent mpirës, sepse njerëzit kur ka një mungesë kuptimi në jetën e tyre, këtë krizë të mendjes dhe të zemrës përpiqen që ta vetmjekojnë me bixhoz, me pije, me drogra. Okay? Të gjitha janë mënyra për ta mikromanaxhuar këtë mungesë kuptimore të jetës së tyre. Okay? Këtë mungesë boshtësie. Dhe pas këtyre që quhen numbing agents, pra agent mpirës, që janë mënyra për të vetmjekuar veten, vinë ato që janë disi më të lehtë në shkallë veprimi dhe në shkallë dëme që shkaktojnë, që quhen anesthetizing agents, pra agent anestetizues. Agentët anestetizues janë i çik më të lehtë në veprim, që është doom scrolling për shembull, kur ti bën scroll gjithë ditën 4 orë në ditë duke parë reelsa nëpër platforma reklamash, që doom scrolling do të thotë që je bërë ekspert në artin e rrëshqitjes gishtit në një ekran me piksela, okay? Nuk ka gjë shkencore këtu. Ose kur rrip 4 orë, 5 orë duke parë 12 seriale apo 8 seriale të një filmi në Netflix derisa të dhembin syt. Okay? Kjo është një tjetër agent anestetizues. Një tjetër agent anestetizues është edhe palestra, sepse shumë vetë shkojnë në palestër
për të vrarë, pra për të ikur kësaj paboshtësie të jetës së tyre, thonë atëherë pse të mos bëj diçka që ka një lloj kuptimi lokal. Edhe shkojnë ndjekin palestrën, mirë po palestra përbën një përjashtim, sepse niset si një agent anestetizues për ta shpërqendruar veten nga mungesa paboshtësisë, por çfarë ndodh? Në afat gjatë, palestra e shëron sistemin tonë nervor. I jep të gjitha ato endorfinat, neurokimikatet dhe të gjitha kompozicionet kimike që ndihmojnë sistemin nervor të shërohet. Dhe kështu palestra quhet në fakt në gjuhë klinike quhet the gym exception, që do të thotë përjashtimi i palestrës, sepse në afat gjatë palestra na jep efektet mira dhe na prodhon një farë kuptimi në jetë, ndërsa të gjitha këto tjerat, numbing agents edhe anesthetizing agents, që janë agentët mpirës dhe agentët anestetizues, të dyja këto kategori në afat gjatë e degradojnë sistemin nervor, jetën e njeriut dhe vetë ty, ndërsa palestra si thua niset për të ikur për të maskuar mungesën e kuptimit në jetë, por pastaj përfundon duke ia dhënë një farë kuptimi jetës. Pse? Sepse ajo në vetvete bëhet një bosht dhe ti krijon një përkushtim me krijimin e një trupi joshës, të një trupi të hishëm, të një pamje të hishme. Pra ja ke vënë një kuptim që sjell gjë të mirë për ty biologjikisht. Tani ç'a ndodh? Limerenca është një tjetër agent anestetizues. Okay? Sepse në momentin kur jeta jon ka më pak kuptim, në ato periudha të jetës tonë kur ne po vim vërdall kot dhe s'kemi një farë kuptimi të brendshëm as të jashtëm në jetën tonë, shigjeta e kupidit na kap pikrisht ne. Sepse kupidi e gjuan shigjetën mu tek ata njerëz që e kanë jetën e tyre pa boshtësi. Okay? Pse? Sepse në momentin që jeta jote është pa kuptim dhe shfaqet një person, atëherë ai bëhet kuptimi i jetës tënde, sepse truri yt do ta mbush këtë vakumin e mungesës së kuptimësisë. Dhe nga këtu vjen ajo që dëshira për të thënë tjetrit, jeta ime s'ka kuptim pa ty. Që në fakt ti e duke i thënë tjetrit që përpara se të shihja ty, jeta ime ishte kot. Domethënë unë kam bërë një jetë koti dhe vazhdoj të bëj jetë koti, por me që erdhe ti, ndoshta mund të filloj të bëj një jetë më si person normal. Ku është parë kjo? Si mund të ketë tjetri joshi ose tërheqje për ty, kur ti telegrafon që jeta ime ishte një vërdalisje apo orvatje e kot, dhe tani që erdhe ti, mu kryua boshti. Si mund shpresosh që të krijosh tërheqje dhe ta kesh në jetën tënde atë person, kur ti bën këtë lloj qasjeje? Kështu që imagjinoje personin limerent si dikush që ka qëndruar kaq gjatë në një bodrum ose në një shpellë, në errësirën e saj. Dhe pa pritur në një ditë të bukur pranvere, në bodrum futet një person që po mban në duar një qiri. Okej? Dhe tani flaka e këtij qiririt, personit që kishte muaj që po rrinte në errësirën e bodrumit, flaka e këtij qiririt nuk i duket si një flak qiriri. I duket sikur po sheh dritën e jetës së tij, dritën e syve të tij. Sepse është për shkak të mekanizmit të projectionit psikologjik. Ti tani tek ajo dritë e vogël e qiririt që po e mban tjetrin në duar, ti sheh krejt bukurinë e jetës tënde, ti sheh krejt atë dritën që po të mungonte nga brenda. E ke qartë tani se çfarë do të thotë të jesh në shpellën e madhe të kotësisë dhe se sa alergjike është për një vajzë të perceptoj të tjetri shpellën e madhe të kotësisë dhe anasjelltas. Kështu që një mënyrë tjetër për ta kuptuar limerencën është nëpërmjet asaj që unë e quaj vektori i burrërisë. Vektori i burrërisë është një shpjegim që më pëlqen ta bëj për shkak se vjen nga një entitet matematikor që quhet vektor. Vektor. Dhe vektori është një mallësi matematikore që ka dy parametra. Ka madhësinë, ka dhe drejtim. Okej, një vektor ka madhësinë, që është kjo, dhe drejtim. Në rregull? Tani, madhësia është përkushtimi në këtë rast, zelli pra, energjia
që unë jam i gatshëm ta vë në dispozicion të arritjes së këtij objektivi që i kam vënë vetes. Edhe këtu kemi një objektiv, okay? Objektiv. Tani, disa meshkuj e arrin objektivin kështu direkt, në mënyrë të drejtë për drejtë, sepse janë të zotët, janë të aftë, kanë mundësitë. Disa të tjerë e arrin objektivin kështu, janë këtu edhe arrin kështu. Disa të tjerë arrin kështu. Por, pavarësisht mënyrës se si e ka arritur secili këtë objektivin, të gjithë këta kanë diçka të përbashkët. Të gjithë këta kanë një lloj energjie, edhe kanë një lloj drejtimi të përgjithshëm për shkuar te ky objektivi që i kanë vënë vetes. Dhe objektiv mund të jenë secili prej atyre që thamë më sipër, më lart, më herët. Pra e përbashkëta e këtyre është se këto të gjithë kanë një çfarë? Kanë një bosht. Okej, e kanë një bosht, e kanë një arsye pse po veprojnë një mënyrë të caktuar, e duan të mbrin diku, okay? Kanë një destinacion, i kanë vënë vetes një destinacion. Kjo është të kesh bosht. Në të kundërt, një djalë që nuk ka bosht, e ka objektivin këtu, dhe vektori i tij është kështu. Vjen vërdall kot. Okay? Kjo është pa boshtësia. Kjo është të jesh pa bosht, të vërdallosësh kot. E kupton? Nuk je në rregull. Ndërsa në mënyrë subkonshe, mënyra se si vajzat ose një grua ose një femër e percepton jetën e saj është në mënyrë ciklike. Pra ciklet, dhe fjala cikël këtu nuk e përdor pa qëllim, cikli është parametri që sjell atë mërzinë së përhershmes tek një grua, tek një vajzë, sepse vajzat në mënyrë subkonshe ose gratë në mënyrë subkonshe ndihen si të kapura në kurth, si të mbytura në përsëritshmërinë e përhershme të cikleve. Okay? Kjo është gjëja që krijon një torturë të fshehur anonime në jetën e tyre dhe duan të bëjnë gjithçka që të dalin prej mërzisë së jetës që përsëritet në cikle të mërzitshme, që të thajnë shpirtin, okay? Ndërsa burrëria, arti i burrërimit është një vektor që ka drejtim edhe energji. Dhe kur këto dy bashkohen, kur vektori bashkohet me cikliken, sjellin atë që quhet spiralja e krijimit. Spiralja e krijimit është ajo që vjen kur bashkohet energjia maskullore me energjinë femërore. Okay? Kjo është ajo që gjëja më interesante, gjëja më joshse që një vajzë mund të shohë është një burr i fokusuar, i përkushtuar drejt një objektivi të caktuar, drejt një misioni që i ka vënë vetes dhe me disiplinë të hekurt, me një zell të pakrahasueshëm. Dhe ajo vetvetiu ndjen tërheqje për këtë person dhe vetvetiu ndjen dëshirën për ta ndihmuar që ai të arrijë më shpejt, që ta mbështesë që ai të arrijë më shpejt synimin që i ka vënë vetes. Ky është misioni i saj, kjo është ajo që dëshiron. Por ç'a ndodh? Disa meshkuj në vektorin e tij të burrërisë, supozojmë se kjo këtu është femra, vajza, dhe ky këtu është objektivi, okay? Tani një mashkull në limerencë, vektorin, në vend që ta drejtoj energjinë e tij dhe zellin e tij dhe drejtimin e jetës tij tek ky objektivi që i ka vënë vetes për të bërë dikush, për të arritur diçka, për të plotësuar diçka, për një mision, për një komunitet, për çfarëdo, çfarë bën? Në limerencë, ai e bën objektiv të tij, bën femrën, bën vajzën. Dhe kjo kësaj i shkakton çfarë? Alergji. I shkakton alergji. Sepse ajo nuk don që të jetë epiqendra e tij. Kështu që hiq dorë nga limerenca, sepse limerenca të bën që ti të vësh në epicendër të jetës tënde gjën e gabuar. Dhe syno drejt kësaj tjetrës. Dhe ajo pastaj do të vi me vektorin e saj, ti mbishkruhet vektorit tënd,
për të arritur 2 fish më fort, 2 fish më shpejt objektivin tënd. Besoj të kem qenë i qartë në këtë shpjegimin tim se si sjellja limerente nuk transmeton, nuk telegrafon tek tjetri atë sinjal romantik që ti po kërkon dhe dëshiron dhe lëngon që të përcjellesh tek tjetri. Je duke përcjell krejt të kundërtën, që ti vjen nga një botë me trauma, që ke pasur probleme atashimi, që nuk ke një atashim të sigurt, nuk ke patur një atashim të sigurt dhe që të mungojnë aftësitë vetë rregulluese. Në momentin që ti bën sjelljen dhe aplikon vektorin e burrërisë, atëherë do të thotë se ti nuk je më limerent. Objektivi yt është kjo gjëja. Vajzat janë, dashuria është, romanca është, seksi është diçka e rëndësishme në jetën tënde, por nuk është gjëja më e rëndësishme në jetën tënde. Është si thuash my life as a single is so abundant that I don't need you. Pra jeta ime si single është kaq e bollshme, kaq e plot, sa që mezi ka vend për ty, ose rrezik s'ka fare. Kur je në vektorin e burrërisë, sepse ti jetën tënde e ke mbushur me disiplinën për të arritur këtë objektivin, dhe s'ka vend që të futen objekte limerente. Në rregull, i vetmi person që ti mund të lejosh që të futet në këtë hapësirën tënde kur ti je në vektorin e burrërisë është një vajzë në këtë rast e cila e rreshton vektorin e saj drejt objektivit tënd, që të shtyn më fort, që ti inkurajon që të mbështet, që ti të arrish vektorin tënd të burrërisë, të objektivin tënd që i ke vënë vetes. Në momentin që objektivi yt bëhet ajo ikën. Kaq.